sektori I energjisë është sektor prioritar për qeverinë e Republikës Kosovës, një sektor ky I cili prek çdo aspekt të jetës së qytetarëve tonë. Ne duhet të ofrojmë siguri të furnizimit si për ambisrit, ashtu edhe për bizneset, në mënyrë që të kemi një jetë normale për qytetarët si konsumator, si dhe zhvillim ekonomik, industrial e punësim në vend. Vizioni që na udhëheq gjatë hartimit të kësaj strategjie është rruga afatgjatë drejt dekarbonizimit deri në vitin 2050, ndërkohë që ne ruajmë sigurinë energjetike dhe përballueshmërinë për konsumatorët, rrisim përdorimin e energjisë së pastër dhe sigurojmë integrim rajonal të energjisë në mënyrë ekonomikisht të qëndrueshme.